fakt këtu po ndodhe kundër ta po munduan prokuroria edhe gjykata në këtë rast që sa më shumë e vonon këtë proces, sepse e thashë më herët janë bën 10 vite prej formimit të kësaj gjykate dhe ende do thotë nuk e kemi një përfundim të këtij procesi. Edhe pas 5 viteve që janë arrestuar, nuk kanë ndodhur në të kaluarën përballjet e ish luftëtarëve të OQK-s, qoftë tribunalin e Hagës, qoftë në proceset gjyqësore në Kosovë, që me zgjatë një proces ka gjatë. Pra, është një tendencë tyne me zvarrit sa më shumë, por po besoj që është viti i fundit edhe po du me besu që mas lartë në janar të vitin e tashëm krejt e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës na kthehen në Kosovë si fitimtar pas një ballafaqimi të gjatë. Ata fitimtar janë nëse dënohen, po që më atë lirë është më lirë, po do të lirohen nga kjo aktakuze pa drejtë qëllimshme dhe tendenciose. A është shumë fakt 5 vite, zoti Shala? Po, është para burgim. Jo, a dyqysh kjo trajtim më i padrejtë se sa që më i padrejtë. Është trajtim kriminal, sepse kur e këshyrim sa kohë dash atë kohë tribunalit Agës me i mbledh provat por me nis procesin e gjykimit ndaj Slobodan Mosheviqit, shumë më pak kohë ju ka dash Hagës atë kohë, me mbledh prova për me nis gjykimin e Slobodanit e sa ndaj Hashim Thaqit. Ndërkohë ai kishte votë 3 lufta në Jugosllavi, 4, në Sloveni, në Kroaci, në Bosnjë, në Kosovë, në interval kohor gati 10 vjeçar, edhe po shumë shpejt u mblodhën këtë provat edhe nisi gjykimi. Ndërkohë ky njeri që ka bërë luftë mbrojtje, ka bërë luftë drejt në pragun e shtëpisë, po duhet minimumi 3 vite sa të gatën veç me mbledh provat. Kjo tregon që këtu nëse s'ka pas prova, tendenca ka mu shpik provat. Ju keni pa çfarë dëshmitar kanë qenë atje. Ja kanë vrarë viçin njerit, ai ka shkuar atje ankon gjyka speciale. Pra kjo është edhe çarake, është komike. Problemi që kur komike po tragjike mo. Sepse tragjedia deri në limite po shkon këfar pune. Që si vlerësoni dëshmitë që janë bën fakt në gjykatën speciale, pasi që e përmendi zoti Shala që ka pasur dëshmitë që janë në ku. E kanë vrarë viçin që ka marrë. Fillimisht kanë fillu me tu do thot për trafikim organe, kanë ardhur deri te imzati atë jangime, do thot e kanë trajtu si rast. Veshkën e viçit e kanë hangër. Veshkën e viçit, pra në këtë nivel ka ardhur kjo prokuroria dhe kjo gjykatë për këtë po të reguhet arrogante, sepse nuk po ka argumente, nuk po ka ballafaqim me argumente të dëshmitarëve dhe kështu që po të reguhet në çdo formë shumë arrogante. S'ka prova, shpik prova, prova, po. Sta unë tut nëse është e padrejtë. Edhe sot munduhet me shpik prova. Sot nëse dalun e flas diçka kundër zotit Thaqi apo cili do për marrë një pyetje. Jo, a e pa rastin e Ismet Taros, ish komandantit. Nëse flet një dëshmitar që ka përjetuar për shembull masakrën e Mejës apo Treqakut, nuk e interviston askush. Pra këtu t'jep me kuptuar se kjo është qëllimi. Para një 3 javë që Ismet Tara në Hag, ish komandanti i zonës Rahovicit. Edhe njëri e kanë ndruar deklaraton. Edhe ai shumë mirë, në mënyrë burrnore se pranoi. Çu ku shkojnë këta? Kjo i bjen që edhe nëse s'kom prova, jam ka du me dënue. Shumë e thjeshtë bre, mi janë ndruar deklaraton njërit. Diçka tjetër ka fol në 2019 atkon hetuesi që marrë pyetje, kret i kanë vënë tavolin diçka tjetër, që s'o propos fare me ato që ka fol njëri. Ai reagoi bukur, edhe u lirua. Nuk është i vetmi zotitara, kemi pasur dëshmitar të tjerë të cilët kanë reaguar se nuk e kanë këtë dëshmi. Unë du me dënue ty, qoftë to shpik, qoftë to ndrua prova, to ndrua fjalimet njerëzve që kanë dëshmuar aty. E kjo është skandalos, kjo është absurd i llojit vet. Unë s'kum pa lart si gjykat. I kum përcjell, sidomos kur kanë specialja, me u marr me gjykimin e këtyne. Kum përcjell gjykata të tjera ndërkombëtare. Asnjëherë kështu s'kum pa. Asnjëherë kaq absurd, kaq gërditshëm, kaq një anshëm. Këtu nuk ka prokuroria një anshme, ajo normalisht është pa akuzat. Gjykata është një anshme. Gjykata që është fakt për kallzon që është në anën e prokurorisë. E kjo tregon shumë çka, kjo tregon për tendencën, planin, qëllimin cili e kanë ndaj krerët luftës. Zoti Qerishi, në fakt është pak problematike kjo aktakuza e re që ju bë thoqet në fakt në muajin dhjetor për pengim në dëshmitar. A mundet me qenë kjo problematike? Unë besoj që nuk do të ketë ndonjë argument ndaj zotit Thaqi, duke pas parasysh se ai ka qenë izolum në atë kohë, mirë po është do të qëllimi i kësaj prokurorie ka cakun të zotit Thaqi, pra edhe po mundohet edhe përmes kësaj aktakuze me akuzuese me gjetë në mënyrë apo në formë për me dënu.
Po për ty, Shala?